Përshëndetje miqtë e mi, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Mandalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur baklava me pistakjo dhe të jemi sinqert, është një nga baklavat me shije më të veçantë që kam përgatitur dhe kam provuar. Qëndroni me mua ta përgatisim bashk hap pas hapi. Për brumin kam vendosur 700 gram miell. Bëjmë një vend të tillë dhe do shtojmë 6 të verdha veze, 2 vezë të plota, 300 gram kos dhe 100 ml vaj. Do ta punojmë me duar, me kujdes dhe me pak durim derisa të na formohet një brum i butë por jo i ngjitur. Kini parasysh, është shumë e rëndësishme që brumi duhet të përgatitet në ambient të ngrohtë. Përpiquni ta përgatisni në kuzhinë ose në sallon ku është temperaturë e ngrohtë, pasi brumi do ju forcohet. Dhe nëse do keni një brum të fortë, do hasni shumë vështirësi në hapjen e petëve, procesi do bëhet shumë i lodhshëm dhe rezultati nuk do të jetë ai që duhet. E mbuloj me një qese kuzhine me një pecetë pambuk dhe e lëm të pushoj për 1 orë. Pasi ka pushuar, do vini re që brumi është zbutur pak. Mos u shqetësoni as pak, shtoni një seshte në tavolinën e punës dhe fillojmë ta ndajmë në 4 pjesë të barabarta. Çdo pjesë unë e kam ndarë në 25 toptha të vegjël, duken me sy, nuk është nevoja që t'i peshoni, mund t'i ndani duke i parë me sy. Duke bërë copën në këtë mënyrë, pjesën pra, do jetë më e lehtë ndarja në mënyrë të barabarta. Japim formën e topthave dhe do t'i vendosim në një tepsi. Duhet të shtoni një seshte në mënyrë që të mos ngjiten dhe shumë e rëndësishme t'i mbuloni ndërkohë që filloni përgatitjen, pasi ato do të thahen dhe do ju shkojë gjithë puna kot. Fillojmë me hapjen. Këtu ju duhet pak durim, mund ta merrni me qetësi, mund të bëni një kafe, duke shijuar një kafe dhe duke i hapur pak e nga pak, në mënyrë që as të mos lodheni dhe as të mos mërziteni. Do t'i hapim një e nga një duke i lyer me një seshte dhe duke i vendosur njëra mbi tjetrën, gjithashtu duke i lyer me një seshte, pasi kjo do bëjë të mundur që petët pas pjekjes të ndahen nga njëra tjetra, shumë e rëndësishme. Unë kam përdorur 500 gram një seshte, varet, mund t'ju duhet edhe pak më shumë, mos u shqetësoni, pashti do vini re kur t'i ngrej petët tani, një seshtea bie, pra gjatë hapjes së petëve do ju bjerë mjaft një seshte. Dhe pasi kemi bërë 10 nga 10, do t'i hapim në formën e një pete të plot. Siç e shihni, brumi është akoma i butë dhe shikoni sa lehtë që hapen petët. Prandaj është shumë e rëndësishme që brumi në fillim kur të përgatitet duhet të jetë i butë dhe i përgatitur në ambient të ngrohtë. Shumë e rëndësishme kjo, e theksoj përsëri. Do t'i hapim me kujdes dhe do shihni që pasi e kemi hapur në formën e një pete të plot, shihni pak se sa mirë që ndahen petët nga njëra tjetra. Për një që e përgatit baklavan, kjo është kënaqësi e madhe, të jem e sinqert, pasi duket që je në rrugën e duhur të përgatitjes së saj. E vendosim petën në tavë duke e hapur mirë në sipërfaqe. Unë kam shtuar edhe gjalp, nuk e di a vendosni ju gjalp mes petëve apo e vendosni të gjithë në fund. Unë vazhdoj akoma me metodën e mamit tim, i kam vendosur gjalp dhe pistakjo. Kam përgatitur rreth 500 gram pistakjo, kam përdorur këtë masë dhe i kam thërmuar. Dhe do vazhdojmë kështu derisa të mbaroj masa. Unë kam ndjekur të njëjtën mënyrë si kur kam përgatitur edhe baklavan me arra, thjesht këtë e kam ndarë në 2 tepsi të vogla ose mesatare, nëse mund t'i quaj kështu, pasi njërën e kam shërbetosur dhe njërën e kam ruajtur për më vonë. Gjithashtu i kam bërë dhe masë më të hollë se sa baklavaja e madhe me arra. Dhe prerjen e kam bërë në mënyrën më të thjeshtë, duke e qenë me pistakjo. Kjo u bë vërtet një baklava bukuroshe, të jem e sinqert, dhe të gjithë na pëlqyen. Madje unë kur e kam përgatitur në shtëpi, im shoq tha mos e përgatit, tha se kemi baklavan me arra, dhe kur e përgatita dhe përfundoi, i kisha mbi shpinë dhe mezi po prisnin që t'i provonin, pasi pistakjo ka një shije dhe një aromë fantastike. Pasi e kemi mbaruar prerjen, do shtojmë pjesën e gjalpit të mbetur. Unë e kisha gjalp nga Shqipëria, të tretur,
dhe mendojeni vetë se çfarë arome fantastike që ka. E kam pjekur për 1 orë në 150 gradë dhe për 3 orë e gjysmë deri në 4 orë në 120 gradë. Pjekja do shumë kujdes, do që ta kontrolloni her pas here. Këto shenjat e këto ngjyrat që janë duket si e pjekur më shumë nuk janë ngjyra, por janë shenja që lë pistakjo. Shihni pak si janë ndar petët nga njëra tjetra. Pra kjo tregon që pjekja është bërë në mënyrën e duhur dhe ashtu siç duhet. Filloj me shërbetin. Kam përdorur 1,5 kilogram sheqer, 1 litër ujë, 2 feta portokalli dhe 2 feta limoni, 2 shkopa kanelle, 10-12 karafil pluhur dhe 1 vanilje. E përzjejmë dhe e zjejmë në zjarr të ngadalt. Dhe nga momenti që fillon të vloj, unë e kam zirë 20 minuta. E kam kulluar dhe e kam shërbetosur. Baklavaja e ftohtë, shërbeti i nxehtë. Sekreti i shërbetosjes është që baklavaja duhet të shërbetoset 24 orë pasi është pjekur, jo menjëherë sa piqet. Duhet ta lini që të kullojë, kështu thoshte mami, kështu thot akoma. Dhe e lëm disa orë në mënyrë që të përthith shërbetin. Unë në fund e kam dekoruar me pak pistakjo të grirë. Nuk dua të harroj pa thënë se nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë. Dhe nëse keni dëshirë, mund të më shkruani se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Ky është rezultati. Këtu akoma kishte nevojë edhe për pak për ta përthithur. Si ju duket, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Ju uroj nga zemra festa të gëzuara, kudo ndodheni, kalofshi sa më bukur pranë të dashurve tuaj.